Drejt, jo, absolutisht. Absolutisht nuk kanë drejt. Nuk duhet ju jap drejt. Për shkak se dhe ata e kanë një përgjegjësi për këtë vend. Këta kanë thonë vetë që ne nuk duam të silemi si vetëvendosja në opozitë. Vetëvendosja të gjithë e dim që kur nuk ka votu kryetar të kuvendit. Po LDK-ja, a KJ po vepron njëjtë sikur se vetëvendosja në të kaluarën? Pikërisht. Edhe tash për atë arsye po e shtroj pyetjen. A e meriton Albulena Haxhiu që të jetë kryetare e kuvendit? Nga këndvështrimi im duke pasur parasysh gjuhën e saj të cilën e ka përdorur gjatë karrierës dhe ndërtimit të saj politik, linçime, ofendime të njerëzve dhe akterëve të rëndësishëm politik. Pastaj e kemi pa Albulena Haxhiun që shpesh herë me postime në Facebook ka marrë vendimet apo është shprehur sikur të ishte ajo gjykatësi dhe jo ministre e arsimit. Në këtë kontekst, a e meriton? Në sytë e me pak. A ka lëvizja vetëvendosje njerëz që e meritojnë? Absolutisht po. Absolutisht po. A mos është tash kë një farë provokimi për partit tjera, a mos po e marrin partit tjera si provokim? Mund të marrin. A kanë drejt partit tjera tash që t'ja imponojnë? Jo. I pari që mrin brenda seancës Ramosh Haradinaj. Konstitutive është Ramosh Haradinaj, kreu e AUK-s që ka dhënë edhe një verzion se si të dilet nga kjo situatë, duke shprehur se do të votonte partia e tij me 5 deputet në kuvendin e Kosovës për 2 emra, për Shqipe Selimin dhe për Saranda Bogojevsin, nëse do t'jenë të rëvozuara për kryetarët të kuvendit e Kosovës, por që ky propozim, kjo ide e Haradinajt është hedhur poshtë nga vetë